pse u desh një orë që njeriu të shpëtoj shpirtin. Jezusi shpjegon për shenjtoren e tij Shën Katerina se si për shpirtra që tashmë jetojnë në mëkatin e botës, ekziston një urë që të çon në parajs. Fjalët e Jezusit ishin këto: "Prandaj ju kam thënë se kam krijuar një urë të fjalës sime, të birit tim të vetëm lindur, dhe kjo është e vërteta. Dëshiroj që ju, fëmijët e mi, ta dini se rruga u prish nga mëkati dhe mosbindja e Adamit, në një mënyrë të tillë që askush nuk mund të arrinte në jetën e përjetshme. Prandaj njerëzit nuk më dhanë lavdi në mënyrën që duhej, dhe e vërteta ime nuk u përmbush. Kjo e vërtet është se unë e kam krijuar njeriun sipas shëmbëltyrës dhe ngjashmërisë sime, në mënyrë që ai të mund të ketë jetë të përjetshme dhe të mund të marrë pjesë në mua dhe të shijojë ëmbëlsinë dhe mirësinë time supreme dhe të përjetshme. Por pasi mëkati mbylli qiellin dhe mbylli dyert e mëshirës, shpirti i njeriut prodhoi gjemba dhe fera, dhe krijesa ime gjeti rebelim kundër vetes. Dhe mishi menjëherë filloi të luftonte kundër shpirtit, dhe duke humbur gjendjen e pafajësisë, u bë një kafshë ndyrë dhe të gjitha gjërat e krijuara u rebeluan kundër tij. Njeriu shkeli bindjen time dhe meritoi vdekjen e përjetshme në shpirt dhe në trup. Dhe sapo mëkatoi, u ngrit një përmbytje e stuhishme, e cila e godet vazhdimisht me valët e saj, duke i sjell lodhje dhe të lashe nga vetja, djadhi dhe bota. Atëherë askush vetëm me forcën e tij nuk mund të arrijë në jetën e përjetshme. Dhe kështu, duke dashur të shëroj të këqijat tuaja të mëdha, ju kam dhënë urën e birit tim, në mënyrë që duke kaluar përmbytjen, të mos mbyteni. Përmbytja është deti i stuhishëm i kësaj jete të errët. Shikoni pra, në çfarë detyrimesh është krijesa ndaj meje, dhe sa ignorante është ajo që të mos marrë ilaçin që kam ofruar, por të jetë e gatshme të mbytet. Kjo urë ka 3 shkallë, dhe në këto shkallë do të njihni 3 gjendje të shpirtit, nëpër të cilat duhet të kalojmë për të arritur shenjtërinë. Në videon e radhës do të lexojmë udhëzimet e Jezusit si t'i ngjisim këto 3 shkallë shpirtërore.